Përshëndetje të gjithëve. Sot do jemi me një video informuese për sa i përket kompanisë Funding Pips dhe besoj që do ju ndihmoj dhe me këtë informacion që do t'ju jap në këtë video. Fillimisht, ajo çka dua të them është që arsyeja pse nuk kam postuar me analiza teknike është pjesa e audiencës jo të madhe që e ndjek, sepse analiza teknike merr diku 220-250 views ka marrë analiza e fundit dhe të paktën duhet të jetë 350 shikime e lartë, domethënë të ketë të paktën 10% të komplet subscribersat që kam në YouTube. Pra kam 3600 subscribers, 10% diku te 350 video që unë të postoj analizën tjetër të radhës. Pra, për sa i përket analizave teknike, nëse në momentin që analiza paraardhëse kap 350 views, unë do postoj analizën tjetër. Pra, ky është si kusht për të arritur pak vëmendjen tek analiza teknike, që edhe pjesa që unë e përgatis analizën teknike t'ja vlej. E dyta, për sa i përket Funding Pips, do shkojmë tek Funding Pips tani. Për sa i përket Funding Pips, gjëja kryesore që duhet të dini dhe që unë po jau jap si nder, domethënë, është sepse unë kam si themi connection ose lidhje shumë të mira me staffin e Funding Pips, sidomos me kryesorët, pra CEO-ja, i cili është Khaled, edhe 2 persona të tjera aty në Funding Pips, kështu që nëse përdorni Funding Pips, mund të më keni dhe mua për të adresuar ndonjë problem që mund t'ju ndodhe dhe keni pak më të lehtë për të marrë vesh me këtë kompani. Pra kryesorja është kjo që unë mundet t'ja ofroj, thjesht mund të më shkruani një mesazh të qartë, domethënë, dhe unë t'ja adresoj atyre këtë mesazh dhe këtë problem, kështu që mund të kemi një ndikim plus tek ata për çështjen tuaj. E dyta, për sa i përket Funding Pips, ajo çka mua më pëlqen më së shumti është pjesa e çmimeve, që për mendimin tim pjesa e Funding Pips Pro, pra nëse shkojmë tek modelet, unë nuk po e shpjegoj pjesën e kushteve etj, sepse është shumë e lehtë të shkosh tek pjesa e pyetjeve ose pyetje-përgjigjeve që kanë këta, edhe i kanë të shpjeguar aty, po unë tani do ju shpjegoj se pse mendoj që mundet ta zgjidhni Funding Pips një alternativë të mirë për të tregtuar. E para normal ishte pjesa e lidhjes që mund të bëni nëpërmjet meje për çdo problem që keni. Tani, për sa i përket modeleve, modeli i preferuar i imi, të cilin unë e kam marrë, është Funding Pips Pro, sepse me këtë model këta i kanë kthyer weekly payouts. Pra, më përpara i hoqën weekly payouts ose ulën atë përqindjen për weekly payouts, tani me këtë model i kanë weekly payouts, weekly është 80%, dhe pjesa e fazave është 6% dhe 6%. Pra, çka i bie që nëse ne do marrim modelet kryesore, janë 8% dhe 5%, pra 13%, ndërsa këtu është 12%, të dyja fazat. Ajo çka ka negative si gjë është pjesa e maximum loss, pra që është 6% dhe nuk është 10%, po mendoj nëse riskojmë nga 1% është tepër e favorshme si gjë, pra nëse ne me 1% shkojmë 6% minus, është pak problem, duhet ta shohim pjesën problemin tek vetja. Dhe
Për sa i përket çmimit është $400 më e lirta e momentit, të tjerat janë 500, FTMO-ja i ka akoma më shumë, dhe për mendimin tim kjo është më e mira që mundet të zgjidhni si model për të tregtuar. Benefiti tjetër është që për ju që i merrni, për ju që i merrni pagesat me bank, këta pagesat kanë bërë disa update dhe këta pagesat i kanë instant, që mund të vinë lekët direkt, sa bën tërheqjen ti ose requestin nga Funding Pips, payouti të vinë direkt në bank. Pra është instant, nëse përdor Mastercard dhe Visa. Dhe për sa i përket gjithashtu mund të bësh copy trading nëpërmjet accounteve, pjesa e IP-ve tani më është hequr, pra nuk ka nevojë ti nëse ti shkon nga një shtet në një shtet tjetër, nuk ke nevojë ti lajmërosh që po ndroj shtete, po bëj këtë, ti çosh certifikata etj. Pra kanë bërë disa lehtësira që më së shumti janë pozitive, si kompani, plus më e rëndësishmja është që nuk kanë asnjë payout denial, pra nuk kanë refuzuar asnjë payout deri tani, dhe unë nga eksperienca ime që dhe ju e dini pak a shumë për sa i përket Funding Pips, nuk kanë pasur asnjë problem për sa i përket pagesave, nga eri kanë çuar pagesat shumë shpejt. Kështu që këto janë disa arsye pse të zgjidhni Funding Pips. Po më kryesorja është dhe kjo pjesa e problemeve që unë mund t'jo adresoj të këta më thjesht, jo nëpërmjet supportit, po nëpërmjet meje. Kështu që besoj është një video shumë e mirë informuese për sa i përket modelit Funding Pips Pro. Për mua është më i favorshmi, nëse shikoni çmimet, $30 për 5.000, $55 për 10.000, $110 për 25.000, 50 për $50.000, $220 dhe $400 për $100.000 account. Pra shumë të favorshme dhe çmimet. Kështu që ju falenderoj që e pat këtë video. Shpresoj që të rrisni audiencën në analiza teknike, që dhe unë të postoj rregullisht analiza teknike. Mirupafshim dhe shihemi në videon e radhës.